fituan gjithçka, por që më herët ose më vonë humbën sfidën e vazhdimësisë së qëndrueshme të fitoreve të tyre. Të gjithë gurët në ato varreza kanë të njëjtin mbishkrim. Asnjëri nuk e humbi pushtetin nga dëgjimi, të gjithë e humbën dëgjimin nga pushteti. Barack Obama fitoi në vitin 2008 me lëvizjen më të madhe vullnetare që kishte parë historia e demokracisë amerikane. Mbi 2 milion vullnetar, ose siç quhen në shqip patronazhist, aktiv, ekipe lagjesh me emra, me role, me përgjegjësira të matshme dhe të matura çdo javë, si dhe 13 milion adresa njerëzish të lidhur me kauzën. Një muaj pas fitores, cilën askush nuk e parashikoi në fillim, pastaj gjithë bota e admiroi në fund, ajo lëvizje vulkanike u ftoh, rrjeti nuk u zhduk formalisht, po u fut brenda zyrave të administratës dhe u vënë shërbim të agjendës së shtëpisë bardhë. Protagonistët kryesor u kthyen në zëdhënës pushtetit të ri dhe kori më masiv i përcjelljes së një mesazhi politik në historinë e Amerikës u tret në lumenjtë të turmave të jetës përditshme. 2 vjet më vonë, në zgjedhjet e para të mes mandatit, makineria që kishte magjepsur botën nuk kishte më jetë. Dhe partia e presidentit pësoi njërin nga disfatat më të rënda në historinë e saj. Vetë Obama e ka pranuar më vonë si një nga dështimet më të mëdha politike. Ndërkohë që më poshtë në jug, partia e punëtorëve e Brazilit, një tjetër fenomen i pazakont politik, kishte vendosur në Porto Alegre gurthemelin më mbreslënës të së majtës botërore, gdhëndur në historinë e saj, buxhetimin me pjesëmarrje. 10 mijëra qytetarë vendosnin vetë me votë të hapur në asambleet e lagjeve se ku do shkonin investimet e qytetit. Uji dhe kanalizimet vajtën nga 75 në 98% të shtëpive. 4 mandate radhëzi, populli rizgjodhi Partinë e Punëtorëve. Pastaj partia fitoi Brazilin, kuadrot më të mirë të Porto Alegres ikën në përministritë e kryeqytetit. Energjia politike që e mbante gjallë buxhetimin me pjesëmarrje filloi të shteronte dhe partia që i kishte mësuar botës dëgjimin humbi qytetin e vet 1 vit pas fitores kombëtare. Mekanizmi mbijetoi formalisht dhe për disa vite, por pa të njëjtën fuqi, pa të njëjtën pjesëmarrje dhe pa të njëjtin vullnet politik, derisa u fashit. Kutia e buxhetimit mbeti aty, por fryma që e kishte bërë kutin zemrën e komunitetit iku bashkë me ata që u futën në administratë. Nga kjo anë e oqeanit ka plot raste, por unë zgjohet të kujtoj këtu Francën, Emmanuel Macronin e ndërtoi partinë e tij në kohë rekord. Trokiti në 300.000 dyer, 5.000 vullnetar,
3 muaj 25.000 bashkëbisedime të regjistruara me 5 pyetje të hapura, çfarë funksionon dhe çfarë nuk funksionon në Francë. Përgjigjet u bën program dhe pasi ai fitoi presidencën, partia e tij fitoi edhe shumicën absolute në zgjedhjet parlamentare. Më pas, komitetet lokale mbetën në hartën e partisë, por pa funksion, pa autonominë dhe pa arsyen për cilën njerëzit kishin hyrë në ato komitete. Zgjedhësit që u antarësuan për të qenë bashkautor të lëvizjes e gjetën veten spektator të një pushteti që fliste vetëm nga lart. Partia shkoi nga rënje në rënje, duke e lënë praktikisht për herë të parë mbas shumë vitesh presidentin pa shumicë dhe Francën me një fragmentim parlamentar krejt pazakont për historinë e Republikës Pestë. Podemos në Spanjë u bë parti me influencë të madhe në skakjerën politike me gjysmë milion antar, të regjistruar në platformën e vet digjitale, po kur erdhi dita që të votonin për drejtimin e partisë, votuan vetëm 59.000 prej tyre. Kështu zbuloi se regjistrimi nuk është pjesëmarrje, se një klikim nuk është angazhim dhe se një turm llogarisht digjitale nuk është ende një bashkësi politike. Ndërsa lëvizja 5Y në Itali, që